super krokant, është hapur 8x8. Hej, përshëndetje të gjithë dhe unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe përshëndetje nga kuzhina ime. Sot do të bëjmë byrek dhe do ju tregoj sekretin si të bëni ato petat e holla krokante e që nuk grisen kur. Por para se të fillojmë nga puna, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re, postoj një receta të reja gjatë gjithë javës dhe nëse ndiqni këtë video deri në fund fare do ju shfaqen 4 recetat më të pëlqyera nga ju. Sekreti i parë më i rëndësishëm, ndoshta dhe i vetmi për të bërë pet të holla që hapen shumë lehtë është tek brumi dhe pikërisht tek mielli. Nëse jetoni jashtë dhe nuk keni gjetur akoma një miell që ju përshtatet për byrek, apo kudo që jeni, atëherë provoni të merrni miellin që është për pica. Mielli për pica ka përmbajtje të lartë gluteni, gjë që lejon që petët të hapen lehtë, të bëhen të holla, krokante dhe na bën atë byrekun e shishëm. Na duhen 600 gram miell, do të shtojmë 250 deri 300 ml ujë dhe një lug çaj krip. Pra, përgatitja e brumit është shumë e thjeshtë. Shtojmë të gjithë sasinë e ujit. Kemi formuar një brum elastik, jo ngjitës nëpër duar, jo shumë të fortë, as shumë të butë. Ka shumë rëndësi ta ngjeshim për rreth 5 minuta. Kështu formojmë një brum homogjen. Tani brumin do ndajmë në 7 pjesë, 145 gram secili. Mund të edhe të ndani thjesht me sy, po për të qenë më saktë, unë po i vendos në peshore. Me secilën pjesë nga brumi do e punojmë dhe do të formojmë një kulaç. Të 7 pjesët e brumit do i hapim pet pak më të mëdha se për romba. I hapim këtu shpejt, duke u ndihmuar me pak miell që mos na ngjisin. Të njëjtën gjë do të bëjmë me secilën pjesë nga brumi. Vendosur të shkryj rreth 70 gram qalp. Qalpi ka shkryj, tani do e bashkojmë me rreth 70 ml vaj. Kam marrë një tavë të vogël, cilën do e lyej me yndyrën që kemi përgatitur dhe këtu do rendisim të gjitha petat tona. Kështu pra me radhë, duan pak yndyrë si bollshëm, sepse kjo do i bëj që të na hapen edhe më lehtë dhe kur të pushojnë mos të ngjiten me njëra tjetrën. Dhe kështu të gjitha petat të vendosura mbi njëra tjetrën do i lëm të pushojnë 15 deri 20 minuta dhe pastaj do të bëjmë hapjen e brumit. Pra i lëm pushim 15 deri 20 minuta. Për mbushjen unë kam përdorur rreth 300 gram djath, një gotë me kos, një vezë, 2-3 lugë gjelle, yndyrë nga ajo që kemi bërë gati, pra gjalp edhe vaj. Do i shtoj edhe pak krip, sepse kosi nuk ka shumë krip. Mund të bëni çfarë mbushje të keni qef ju. Tani thjesht do i përzijmë të gjitha bashk. Pasi brumi e ka bërë kohën e pushimit, do të marrim 4 petat e para. Do i vendosim kështu siç janë mbi njëra tjetrën. Fillim do i hapim thjesht dhe vetëm pak. I sillim kështu pak a shumë në perimetrin e njëra tjetrës. Jemi tek peta e dytë. Nëse kanë nevojë për pak yndyrë, do i shtojmë edhe nga pak yndyrë aty ku e shihni që nuk ka mjaftueshëm.
Këto janë 4 peta të cilat do i përdorim si shtresa e poshtme e byrekut. Fillojmë t'i hapim kështu pak me duar, duke i tërhequr dhe duke i ngjeshur tek pjesa anësore, sepse ajo është që rrin pak si më e trash. E marrim dhe kështu mbi duar plumin. Bëhet shumë lehtë edhe nëse nuk e keni bërë ndonjëherë si teknik. Kjo nuk është teknika me cilën unë jam rritur duke bërë byrekun. Në familjen tonë është bërë gjithmonë me ollai, por këtë e kam mësuar më vonë si gjë e shpejtë dhe e kollajt. Kështu kemi bërë pa hapjen e shtresës së parë me petë. Kam lyer një tepsi me përzierjen e yndyrës që kemi përgatitur më përpara. Thjesht e shpërhapim dhe do të vendosim kështu shtresën e parë me peta në tepsi. Ma të rrodosjen klasike të byrekut në mes. Kam vendosur mbushjen në mes, e shpërhapim paksa në mënyrë uniforme dhe tani do të vazhdojmë të përgatisim pjesën e sipërme të petës. Për sipër do të kemi një shtresë me 3 peta. E spërkasim me pak yndyrë dhe kështu do të vazhdojmë me gjitha petat në radhë. Petët e sipërme kam pushuar edhe më shumë dhe hapen edhe më lehtë. I kemi gati edhe petët e sipërme. I kalojmë në tepsi dhe byreku jonë është gati për kaq pak minuta. Rrodosjen klasike. Sipërfaqen në pak me yndyrë dhe do e fusim në pjekje në 220 gradë Celsius, furrë e vendiluar derisa merr ngjyrë të artë në sipërfaqe. Byrekun sapo e kam nxjerrë nga furra dhe shikojeni pak si ka dalë. Super krokant, është hapur 8 në 8 dhe nuk ka nevojë për shumë fjalë.